Përshëndetje, ja ku takohemi sërish të dashur mikesha e miq. Unë jam Dr. Skedi Faria, themeluesi Kate Day Hospital, e sot duhet të ndalemi tek nishanet. Çfarë janë, cilat janë llojet e tyre, çfarë ndryshimesh mund të shfaqin dhe kur duhet i shohim me vëmendje të shtruar. Në pamje të parë, kjo mund të interpretohet si temë e thjeshtë. Shumë njerëz i shohin nishanet si diçka normale, si pjesë e zakonshme e lëkurës apo si shenja që kanë patur prej vitesh. Dhe në shumë raste kjo është e vërtetë. Shumica janë të padëmshëm, pra benign dhe nuk përbëjnë problem serioz mjekësor. Kjo temë meriton të trajtohet me rigorozitet, jo për të krijuar alarm të panevojshëm, por për të ndërtuar një raport më të saktë mes asaj që është e zakonshme, asaj që duhet ndjekur dhe asaj që kërkon vlerësim mjekësor. Edhe Shërbimi Kombëtar Shëndetësor i Mbretërisë së Bashkuar, NHS, thekson se shumica janë jo problematik, por çdo ndryshim në kalimin e kohës duhet kontrolluar. Por flasim për nishanet, në thelb po flasim për zonat të lëkurës ku melanocitet janë përqendruar më shumë se zakonisht. Këto janë qelizat përgjegjëse të prodhimit të melaninës, pigmentit që i jep ngjyrë lëkurës, flokëve dhe syve. Kur akumulohen në një pikë të caktuar, formohet ajo që ne e quajmë nishan ose në gjuhën mjekësore nevus. Formimi i tyre ndikohet nga predispozita gjenetike, tipi i lëkurës, mosha dhe ekspozimi ndaj rrezeve ultraviolet. Më të prirur janë zakonisht personat me lëkurë, sy dhe flokë të çelët, si dhe individët që kanë histori familjare të zhvillimit të nishaneve. Kur themi se mosha ka rëndësi, kemi parasysh faktin që nishanet e fituar shfaqen më shpesh në fëmijëri, gjatë adoleshencës dhe në vitet e para të moshës së rritur. Njerëzit mund të vazhdojnë të zhvillojnë nishane të rinj deri rreth moshës 40 vjeç, ndërsa ata që janë më të pranishëm që në momentet e para të jetës ose bëhen të dukshëm shumë më shpejt më pas, klasifikohen si nishane të lindur. Djegjet nga dielli, sidomos ato të përsëritura, ekspozimi intensiv pa mbrojtje dhe përdorimi i solarëve janë faktorë që nuk duhen vlerësuar. Qendrat për kontrollin e parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara, CDC, e rendisin ekspozimin ndaj rrezeve ultraviolet si një ndër faktorët kryesor të rrezikut për formimin e tyre. Një tjetër detaj shumë i rëndësishëm është se jo të gjitha nishanet kanë të njëjtën pamje, ngjyrë, madhësi, pozicionim në lëkurë apo sjellje me kalimin e kohës. Pjesë janë krejtësisht tipik, të vegjël, të rrumbullakët ose oval, me kufi të rregullt dhe me një ngjyrë të njëtrajtshme. Të tjerë mund të jenë pak të ngritur, më të butë, më të zbehtë ose më të errët. Po ashtu ka prej tyre që mbeten pothuajse të pandryshuar për vite të tëra, ndërsa të tjerë evoluojnë. Këtu duhet të bëjmë një dallim thelbësor mes një nishani tipik dhe një tjetri që kërkon më shumë kujdes. Një nishan tipik në përgjithësi ka kufi më të qartë, një ngjyrë më të njëtrajtshme dhe mbetet relativisht i qëndrueshëm me kalimin e kohës. Kjo nuk do të thotë se çdo nishan i rregullt është automatikisht i sigurt në çdo moment, por zakonisht ngre më pak dyshime se sa një formacion që fillon të ndryshojë. Ajo që kërkon më shumë vëmendje nuk është vetëm pamja e pazakontë, por sidomos ndryshimi progresiv. Me fjalë të tjera, një nishan që ka qenë i njëjtë për vite të tëra krijon më pak shqetësim se sa një tjetër që nis të ndryshojë në madhësi, formë, ngjyrë ose sjellje. Pastaj kemi një kategori që krijon shpesh paqartësi, nishanet atipik ose displazik. Këta nuk janë automatikisht kanceroz, por nuk kanë as pamjen klasike të një nishani tipik. Mund të jenë më të mëdhenj, me kufi më pak të rregullt, me më shumë se një nuancë ngjyre ose me një pamje më pak uniforme. Një nishan i tillë nuk është automatikisht i rrezikshëm, por as duhet parë si diçka që mund të injorohet. Është një shenjë që kërkon vëmendje të shtuar dhe më shumë kontroll. Jo çdo nishan është i rrezikshëm, por disa ndryshime nuk duhen injoruar kurrë. Këtu lind pyetja më e rëndësishme për publikun. Si ta kuptoj nëse një nishan është i zakonshëm ose duhet monitoruar? Një nga mënyrat më praktike për ta shpjeguar këtë është rregulli i njohur ABCDE. Ky nuk është një test absolut, por një udhëzues shumë i dobishëm për të vënë re shenjat që duhen marrë seriozisht. A vjen nga simetria. Kjo do të thotë që nëse e ndajmë nishan në dy gjysmë të barabarta, njëra anë nuk i ngjan tjetrës. B vjen nga kufit. Këtu duhet parë nëse skajet janë të rregullta apo jo. Një nishan që meriton më shumë kujdes mund të ketë kontur të paqartë, të dhëmbëzuar, të valëzuar ose të çrregullt, ndërsa një nishan tipik zakonisht ka kufi më uniform. C vjen nga ngjyra. Kjo do të thotë të shohësh nëse ka vetëm një nuancë apo disa njëherësh. Për shembull, një nishan që në një pjesë duket kafe e çelët, në anën tjetër më errët, ose ka edhe tone roz të kuqe të bardhë apo blu, kërkon më shumë vëmendje. Nishanet tipik priren të kenë një ngjyrë më të njëtrajtshme. D vjen nga diametri.
Në përgjithësi, një formacion më i madh se rreth 6 mm, pra afërsisht sa fundi i një lapsi me gomë, meriton më shumë kujdes. E vjen nga evoluimi, pra ndryshimi me kalimin e kohës. Nëse një nishan rritet, ndryshon formë, errësohet, krijon më shumë ngritje, fillon të kruhet, të gjakoset ose thjesht duket ndryshe nga çfarë ishte më parë, atëherë duhet kontrolluar. Akademia Amerikane e Dermatologjisë AAD e përdor këtë model si udhëzim praktik për vetë vëzhgimin e lëkurës. Por këtu duhet thënë diçka shumë e rëndësishme. Jo çdo formacion i dyshimt i plotëson të 5 kriteret. Ka edhe një koncept tjetër shumë praktik dhe shumë të vlefshëm. Ai që shpesh quhet shenja e rosakut të shëmtuar. Nëse shumica e nishanëve tuaj i ngjajnë njëri tjetrit, por njëri duket krejt ndryshe nga të tjerët, pikërisht ai meriton vëmendje të veçantë. Nishani që duhet të shqetësojë nuk është gjithmonë ai që e ke patur prej vitesh. Melanoma është një formë kanceri që nis nga melanocitet, pra nga qelizat që prodhojnë melaninën. Shumë njerëz mendojnë se ajo shfaqet vetëm kur ndryshon një nishan që i kanë prej kohësh. Por në realitet, ajo mund të lindë si mbi një nishan ekzistues, ashtu si një nishan i ri që më parë nuk ka qenë aty. Duhet të kuptohet se jo çdo melanom ka pamjen klasike që publiku njeh nga fotografik informuese në internet. Disa forma mund të duken si një nishan pak më i ngritur, disa mund të kenë më pak pigment, ndërsa disa të tjera mund të mos i ngjajnë fare asaj që njerëzit zakonisht presin të shohin. Mendoni një person që ka prej vitesh disa nishane të vegjël, të rrumbullakët me ngjyrë të qëndrueshme. Një prej tyre fillon të zgjerohet pak, kufit humbasin qartësinë dhe ngjyra bëhet më e përzier. Ky është rasti klasik kur diçka që më parë thjesht vëzhgohej, kalon në pikën ku duhet kontrolluar. Tani mendoni një rast tjetër. Një person nuk ka patur kurrë një nishan të caktuar dhe brenda pak kohësh vëren një ngritje në lëkurë disi të fortë, ndonjëherë edhe jo shumë të errët. Edhe ky është një skenar që nuk duhet neglizhuar vetëm sepse nuk duket si nëpër foto. Pikërisht këto dy shembuj e bëjnë të qartë pse nuk mjafton vetëm krahasimi me atë që kemi parë diku. Kur duhet kërkuar realisht kontroll mjekësor? Jo vetëm kur një nishan bëhet i madh, jo vetëm kur bëhet i zi, jo vetëm kur duket shumë i frikshëm. Duhet kontroll edhe kur një formacion fillon të ndryshojë, të kruhet, të irritohet, të bëhet i ndjeshëm, të rrjedh, të gjakoset, të krijojë kore ose të marrë një pamje që nuk e kishte më parë. Kontrolli dermatologjik bëhet për të krahasuar, për të dokumentuar dhe për të ndjekur në kohë evoluimin e nishaneve. Por çfarë sheh në të vërtetë mjeku specialist që syri i lirë nuk e vëren? Këtu hyn në lojë roli i dermatoskopisë. Dermatoskopia nuk është thjesht një vështrim më i afërt. Ajo lejon të shihet dhe studiohet struktura, shpërndarja e pigmentit, modeli, kufit, mënyra si një nishan i caktuar sillet në raport me pjesën tjetër të lëkurës, pra detaje që syri i njeriu nuk i dallon dot. Për shumë njerëz ky lloj kontrolli tingëllon si diçka e frikshme. Në realitet shumë shpesh fillon me vlerësim klinik, me pyetje mbi ndryshimet e vërejtura, me ekzaminim të afërt përmes dermatoskopit dhe vetëm kur është e nevojshme, me hapa të tjerë si dokumentim fotografik ose heqja diagnostike. Pra nuk është një proces që fillon me një herë me ndërhyrje, fillon me vlerësim. Cancer Research UK, organizata britanike kërkimore për kancerin, përmend ekzaminimin, dermatoskopin dhe kur duhet, biopsin ose heqjen diagnostike si pjesë të një vlerësimi të kujdesshëm dhe të strukturuar. Duhet të kuptojmë se jo çdo nishan duhet hequr, disa thjesht duhet ndjekur, të tjerë hiqen për arsye diagnostike. Disa eliminohen sepse irritohen vazhdimisht, ndodhen në zona ku fërkohen, gjakosin apo krijojnë shqetësim estetik apo praktik. Përfytyroni një individ që ka një nishan në zonë ku qafa fërkohet vazhdimisht me jakën. Ai mund të mos jetë domosdoshmërisht i dyshimt nga ana onkologjike, por mund të acarohet në mënyrë të përsëritur, të lëndohet, të gjakoset dhe të bëhet burim shqetësimi praktik. Në një rast të tillë, vendimi për ta hequr mund të mos lidhet me frikën nga melanoma, por me irritimin kronik dhe nevojën për një zgjidhje të arsyeshme. Por si hiqet konkretisht një nishan? Kjo nuk bëhet në të njëjtën mënyrë në çdo rast. Zgjedhja e teknikës varet nga thellësia, forma, madhësia, vetëndodhja dhe nga fakti nëse bëhet fjalë për një informacion thjesht beninj apo për diçka që kërkon vlerësim më të kujdesshëm. Në praktik, dermatologët përdorin më shpesh heqjen kirurgjikale të plotë ose ato sipërfaqësore. Heqja kirurgjikale e plotë bëhet kur formacioni duhet larguar i tëri, së bashku me shtresat më të thella dhe në disa raste edhe me një kufit të vogël lëkure përreth. Kjo metodë përdoret sidomos kur lezioni ngre më shumë dyshime ose kur duhet një vlerësim sa më i saktë histopatologjik.
Pas heqjes, zona zakonisht mbyllet me qepje. Në raste të tjera, sidomos kur formacioni është më i ngritur, më i vogël ose duket benign, mjeku mund të zgjedhë heqjen sipërfaqësore me bisturi. Në këtë rast ai rrafshohet deri në nivelin e lëkurës dhe zakonisht nuk kërkon qepje. Ka edhe metoda të tjera që mund të përdoren në raste të përzgjedhura, si trajtimi me lazer, ngrirja me azot të lëngshëm ose djegja lokale. Këto zgjidhen zakonisht për formacione jo kanceroze dhe jo për raste kur nevojitet analizë më e plotë e indeve. Para procedurës, aplikohet anestezi lokale për të mpirë zonën. Pastaj, pacienti mund të ndjejë djegje të lehtë ose siklet të përkohshëm dhe shpesh vendoset një fash për disa ditë. Shërimi zakonisht zgjat rreth 1 deri në 3 javë, në varësi të teknikës së përdorur dhe zonës së trajtuar. Në shumicën e rasteve mbetet një shenjë e vogël, por kur procedura kryhet me kujdes, sidomos në zona të dukshme si fytyra, ajo mund edhe të minimizohet. Një tjetër keq kuptim shumë i zakonshëm është ideja se prekja ose dëmtimi i një nishani e bën atë automatikisht të rrezikshëm. Kjo nuk është mënyra si duhet kuptuar tema. Problemi nuk është një kontakt i rastësishëm. Problemi është kur një formacion që gjakoset vazhdimisht, irritohet, ndryshon ose sillet ndryshe, mbetet pa u vlerësuar. Pra, nuk është trauma e rastit ajo që duhet dramatizuar, por mos vlerësimi i një ndryshimi të vërtet. Jo çdo njollë e errët në lëkurë është domosdoshmërisht nishan. Ka shumë lloje formacionesh të pigmentuara, si njollat nga dielli, shenjat vaskulare ose struktura të tjera benigne që mund të kenë pamje të ngjashme. Kjo është arsyeja pse vetë vlerësimi ka kufijtë e tij dhe nuk mjafton për të nxjerrë një përfundim të saktë. Në momentin kur lind dyshimi, vlerësimi nga mjeku specialist bëhet vendimtar. Prandaj, nëse keni shumë nishane, nëse vini re një formacion të ri që duket ndryshe në formë, ngjyrë, madhësi, trashësi ose fillon të kruhet apo të krijojë kore, mos ha mendësoni. Kontrollojeni. Sa më herë të vlerësohet një ndryshim i dyshimt, aq më e madhe është mundësia për të marrë vendime në kohën e duhur. Nëse kjo përmbajtje ju është dukur e vlefshme dhe interesante, ndajini edhe me të tjerët. Pëlqejeni, lini mendimin tuaj në komente dhe bëni subscribe në kanalin ton YouTube për më shumë tema të këtij formati. Ju falenderoj sinqerisht për kohën, vëmendjen dhe besimin që na jepni.